Dhe kjo zdi sa e keni po, për besoj që publiku e ka përcjell, që në çdo seancë Avni Dehori në fund e merr fjalën e thotë që kjo është shkelje kushtetuese, pasi që vendimi i gjykatës ai nuk ka të drejtë me fol. Ai e ka të qartë skenarin të cilin duhet me ndjek. Ai me një farë mënyre e ka uzurpu kuvendin e Kosovës, është duke e keqpërdor kuvendin e Kosovës, edhe është situatë jashtëzakonisht problematike. Por zotri Guri, a është kjo një skenar dhe po aktron zotri Dehori, apo është papjekuri dhe ignorancë politike? Nuk është absolutisht ignorancë politike, është skenar. Zotri Dehori ka skenarin që afron kuvendi i Kosovës, i cili është në rregull. Mirë po, zotri Dehori kur shkon seancë të kuvendit, skenarin që duhet me lexuar të kuvendit të Kosovës e lën anash edhe merr skenarin e Albin Kurtit edhe lexon skenarin e Albin Kurtit edhe skenarin e lëvizjes vetëvendosje. Në fakt, Guri ka pasur një propozim që për shumë ka qenë shumë simpatik, që në vend të Albin Agjiu të jetë ish kryetari i komunës Mitrovicës, Agim Batiri kandidat. Po, ai ka qenë qëndrimi imi personal dhe unë kam thonë që nëse dela Lidhja Demokratike e Kosovës, qëndrimin e saj e ka që nuk e voton asnjë kandidat për kryetar të kuvendit. E kuptoj që ka qenë ndar nga partia. Unë kam thonë që nëse propozojnë Agim Batirin, ne votoj Agim Batirin. Ti personalisht e voton? Po, se unë mendoj që Agim Batiri është përfaqësuesi më i mirë i nivelit të vetëvendosjes, i grupit parlamentar të vetëvendosjes. Përfaqëson nivelin komplet? Absolutisht po, ai është përfaqësuar në mënyrë më të mirë të mundshme mendsinë, mentalitetin, intelektin e lëvizjes vetëvendosje. Do doja të kthehesh edhe një herë te kallëzimi penal që keni bërë pra si LDK, çka nëse një gjë e tillë aprovohet dhe ju jep të drejtë juve, a mund të rrezikohen përfshirë këtu edhe gjitha mandatet tjera të deputetëve? Ta zëm konstatohet që Kurti, Haxhiu, ta zëm ministrat të tjerë që janë tashmë deputet e kanë të palidhshme t'i mbajnë këto dy poste dhe vim në një situatë ku duhet kthehemi krejt në pikën zero. Nuk kthehemi në pikën zero, vetëm këta i lirojnë pozitat e tyre dhe vinë deputetët pasardhës të partisë cilën e ka pra zëvendësohen? Zëvendësohen, absolutisht po. Por nëse arrin të konstituohet kuvendi dhe më pas vjen vendimi për të kallëzim penal, atëra, a mund të kthehemi në pikën zero? Asnjë është interpretimi i gjykatës kushtetuese, ne e kemi një interpretim të gjykatës kushtetuese me të cilin është rrëzuar një qeveri pikërisht për këtë arsye që gjykata kushtetuese për njërin prej deputetëve ka thonë që ai nuk ka qenë deputet për arsye të disa shkeljeve që i ka bërë dhe me një farë mënyre ka votuar në kuvendin e Kosovës një qytetar i thjeshtë. Sakt. Edhe është dashur me udhëzu qeveria për me u bë tjetër, mirë pa është interpretim që e vendos gjykata që është me vazhdu. Por ka rrezik që ta zëm, nëse arrim të konstruojmë kuvendin, ju arrini të konstruojmë kuvendin dhe vendimi për këtë kallëzim penal vjen pas asaj, ka rrezik që të kthehemi në pikën zero dhe të jetë gjithçka e pavlefshme. Okej, mirë. Në fakt, LDK ka paraqitur një qëndrim të qartë lidhur me një qeveri internacionale, e cila nga dikush është parë si diçka që mund të ndodhë, nga dikush tjetër është kritikuar, normalisht lëvizja vendosje ka dhënë qëndrimin e saj. Madje, ajo që bie në